Si të largoni dhimbjet e stomakut me çajin e xhenxhefilit. Stomaku i trazuar është një gjendje e cila prek çdo dhe mund të shfaqet në çdo kohë të vitit, por sidomos gjatë dimrit. Për arsye të ndryshme që fillojnë që nga të ftohrat e deri tek problemet të brendshme të organizmit. Ajo çfarë i mbledh të gjitha këto simptoma bashkë, është dhimbja e bezdisshme dhe e padurueshme që përshkon të gjithë trupin. Nëse ndjeni djegje stomaku, të përzira apo probleme me tretjen, do të thotë se stomaku është i trazuar. Për të larguar dhe qetësuar këto dhimbje, një mënyrë shumë natyrale dhe efikase është konsumimi i çajit të xhenxhefilit. Ndiqeni mënyrën se si të përgatisni lehtë këtë çaj natyral dhe shumë qetësues. Ndihmon në qetësimin e stomakut. Xhenxhefili njihet si një kurues natyral për shumë probleme të shëndetit, ku as stomaku nuk mbetet jashtë. I pasur në vitaminë C, aminoacide, zink dhe kalium, xhenxhefili funksionon si një balancues natyral për çdo problem të stomakut tuaj. Mund ta përdorni kur keni të përzira, djegje të stomakut apo probleme të vazhdueshme me tretjen e mirë dhe dhimbje. Përveç se e qetëson stomakun kur ndjeni të përzira, ka veti edhe ta boshatis atë duke stimuluar tretjen e mirë. Prandaj mund ta konsumoni lehtësisht edhe pas vakteve apo gjatë ditëve që ndjeni të fryrë. Si ta përgatisni çajin e xhenxhefilit? Zgjidhni një ibrik ku do të zieni ujin dhe përgatisni çajin dhe mbusheni atë me rreth 4 gota ujë ose 1 litër. Më pas merrni një deg xhenxhefili rreth 7-8 cm, qërojeni dhe priteni në feta të holla ose katror të vegjël. Nëse e prisni në copa të vogla, kujdesuni të shtypni pak ato në mënyrë që të lëshojnë të gjithë aromën dhe vlerat e tyre në ujë. Vini ujin të ziej në nxehtësi mesatare dhe më pas shtoni copëzat e xhenxhefilit që përgatitet më parë. Lërini të ziejnë për 5 minuta në nxehtësi mesatare, më pas uleni zjarrin në të ulët dhe lëreni edhe 5 minuta të tjera. Gjatë fundit të përgatitjes shtoni një lugë mjalt tek çaji juaj dhe përzijeni mirë. Kur të shikoni që çaji është gati, hiqeni nga zjarri dhe shërbejeni të ngrohtë. Mund të zgjidhni ta kulloni nga copëzat e xhenxhefilit ose ta konsumoni bashkë me to. Konsumojeni këtë çaj të ngrohtë sa herë të ndjeni probleme me stomakun dhe mos e ndaloni kurrën derisa të ndiheni më mirë. Nëse dhimbjet vazhdojnë për ditë me radhë dhe janë të padurueshme, ju këshillojmë të konsultoheni me një mjek specialist. Në qoftë se ju ka pëlqyer kjo video, ju lutemi klikoni butonin subscribe për më tepër.